Mirë, për paga ka ankesa sot në këtë pjesë të vitit, në këtë fillim vit, në prag të rifillimit të procesit mësimor së bashku? Po së bashku ka nimëri kërkesave të cilat janë shtresuar nga vitet e kaluara, për shkak se, siç e dim, viti 2025 ka qenë vit shumë sfidues edhe për së bashkun, mirë për gjitha sindikatat në Kosovë, për shkak se institucionet nuk kanë qenë të konsoliduara dhe nuk kemi pasur më kënd bëjmë dialog social, qoftë edhe të reagojmë ose të ndërmarrim hapa sindikal për të realizuar këto kërkesa, disa prej kërkesave të cilat së bashku i ka në raport me qeverinë që do të vijë tani pas zgjedhjeve të datës 28 dhjetor që u mbajten, do të jetë fillimi i dialogut social të mirëfillt, për shkak se edhe opinioni publik e din që në kohën e fundit, në vitet e fundit nuk ka pas dialog social të mirëfillt, pra nuk kemi gjetë gatishmëri nga institucionet që tulemi dhe të zgjidhim problemet. Pas kësaj do të kërkojmë tulemi dhe ta nënshkruajmë kontratën kolektive, për shkak se jemi vendi vetëm në Evropë dhe në regjion që nuk kemi kontratë kolektive të punës. Është një kërkesë imediate të cilën do t'ja shtrojmë qeverisë së ardhshme që do të formohet.